ka pas dhe rasti që vetëm jemi përshëndet, qa bone mirë, kemi pas punë dhe s'kemi nejtë. Po për ai sa unë e kam parë, e kam parë edhe në rrugë, pra ulemi kashkatë të dyqanit, në mes të Meshlumshirit, duke pi cigare edhe një kanaçe në dorë, dhe kalojnë pa fund njerëz në rrugë, do i kisha pa një herë që thonë të sa e mirë ke goca, apo një fjalë. Nuk e kam parë këtë gjë. Mirë kur vjen, bën muhabet, fokusohet në bisedë dhe kaq. Tash unë brenda mirë nuk jam, Jo. Brenda mirë nuk jam. Ndoshta edhe mund të ketë një gjë. Por nuk e shoh. Dgjoj, e di çfarë mendoj unë, mirë këtë gjën e ka përdorur në kuptimin e mirë të fjalës, sepse nuk kam parë që ty të dëmtoj. Jo, po a mund edhe të më kishte dëmtuar? Pyetja. Mund edhe të më kishte dëmtuar. Mund të të kishte dëmtuar, po mendoj kështu si ka ardhur gjëja, nuk ju ka dëmtuar asnjërin dhe as tjetrin. tjetrin. Ka qenë qëndrimi im. Po pra, po e kam thënë unë, qëndrimi i të dyve ju, pra që keni mbrojtur ato që keni thënë që në fillim. Mund ju kishte dëmtuar, po, e di kur do ju kishte dëmtuar, kur të kishte ndryshuar atë çfarë ju thatë në fillim. Siç e bëri Ina me Kesin, që thanë janë shok, dhe çfarë po bëjnë sot? Fëmi kërbat.